bujqësia nuk është e lehtë, po pse mos mi provu edhe prej shtëpisë. Ndoshta kur na jena veç të nejtë, nëse kini një pjesë duke thona se pa morë parasysh ju veç me bujqësi, po me qka të ka mundësi, i kësha thonë që ma mirë veç me anis me punu diçka se me nejtë. Si një grua që u paragjykua për punën, për dalje në panajire për tregti, Miradje Gashi ka një mesazh të fortë për të gjitha gratë. A ka pas për shembull ndonjë ditë dëshpëruese për juve kur keni dalë në panajër dhe nuk ka qenë numri i shitjeve i kënaqshëm për juve? Ndoshta në fillimet e juve ka qenë më ndryshe. Fillimet po, kanë qenë, fillimet janë përkrejt ju veç për mu, se cilat që donë me punu, po nuk vonë më dorëzu, sepse ndoshta edhe mos me pos shitje shumë, marrën kontakte të reja, marrëm njerëz të ri, marrëm klienta të ri, buva kja dikush veç vjen me provu, po tani masane i pëlqen edhe porosit. Po, a ju ka ndihmu ky aspekt i rrjeteve sociale, për shembull tash? Rrjetet sociale mu për vetë më kanë ndihmu shumë. Unë kam faqen në Facebook që kur të bëj përpunimen veç e marrë ato e qes në rrjet social edhe i etiketoj krejt kështu komunat mas shumë të në Prishtinë, kom klienta, po s'është që edhe nuk kam edhe në tjera të vende. Kështu që është mirë është, nuk o keq. E prej Mitrovicës do të thonë keni klienta shumë në Prishtinë. Po, prej Mitrovicës kena klientat më të mëdhej që i kena në Prishtinë, që ata kom klienta që prej që ja kom fillu, i kam hala klienta besnik. Veç do të me punu, qësh me thonë, mos me bo punën veç hajt, po me bo punën e mirë edhe klientin do e dikno që normal. Po, klientat janë formu përmes rrjeteve sociale apo ka edhe panajire që mbani atë? Ka edhe përmes rrjeteve sociale, po ka edhe përmes panajireve. Mbani domethënë panajire edhe në qytete tjera apo? Po, ku të naftojnë shkojna. Unë e tregova edhe më herët në Prishtinë, Mitrovicë, në Skënderaj, në Vushtrë, në Pej, edhe tjera qytete. A është mikpritja e njëjtë kështu të në gjitha vendet kur shkoni apo e veçon ndaj vendi kështu? Drejt e me thonë, mikpritja në krejt vendet e mirë, po Prishtina ka ma shumë shitje. Gjithmonë Prishtina është ma e mirë kështu për nej venden për shitje, për tregti, ama gjithmonë jena në të knashte. Nuk është që se unë e tregova më herët, dikun ki shitje, dikun është ta veç e provan, po masanej unë ka hasë raste që kom pas, që kom marrë përësi mas panajireve. Po, për fund cili kish me qeni mesazh për krejt gratë që kështë dasht me dalë? Unë e krejt grave ju kësha thonë që merrnu me diçka. Unë e po thonë që bujqësia nuk është e lehtë, po pse mos mi provu edhe prej shtëpisë. Ndoshta kur na jena veç të nejtë, nëse kini një pjesë duke thona se pa morë parasysh ju veç me bujqësi, po me qka të ka mundësi, i kësha thonë që ma mirë veç me anis me punu diçka se me najtë. Në çdo kavanos që përgatit, Miradje Gashi nuk shet vetëm një produkt, por një histori për kushtimi, force dhe dashurie për tokën, nga agimi deri në mbrëmje. Puna e saj dëshmon se kur pasioni takohet me këmbënguljen, suksesi nuk mungon, madje edhe kur rruga është e vështirë.